Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vëllezër, shpesh njerëzit flasin për lumturinë. Dhe shumë njerëz ka prej atyre që mendojnë se lumturia është e lidhur me pasurinë. Po dikush tjetër mendon se lumturia është e lidhur me autoritetin apo me forcën, me fuqinë. Dikush tjetër mendon se lumturia mund të jetë me arritjen e gradave të larta në pushtet apo në shkollim e tjerë. Normal, të gjitha këto janë të konsiderueshme, por ne flasëm për atë se a thu vallë me të vërtet, lumturia ka lidhshmëri të pandar me këto që I përmendëm. Të japëm disa shembuj. Një shok bisedon me shokun e tij për një shok të tretin, edhe Hasanin të themi, dhe thot se Hasani shumë është I lumtur, nga se ka pasuri të madhe, ka jetë komode, ka vetur të modelit më të ri, ka villa, ka vipa, ka lloj-lloj gjajash. Edhe ki tjetëri thot, si kur të jem edhe une si Hasani, apo si ai tjetëri. Pra të ditë këta shpresojnë që të jenë si kur ai shoku që I ka këto. Ndërsa Fatimja të themi, folen me shoqën e saj. Fatima është e martuar me një njeri që është shumë I pasur, por kjo në mjerim të madh vetëm ankohet për jetën e ngushtë që e përjeton në familjen e saj. Të japëm një shembull tjetër, ma konkret. Ka vitin 1980 diçka, 80, do më thonë, një miliarder grek vdes, a ka pas pasuri miliarder mo. A trashëgimtare ka pas vetëm një vajzën e tij. Ajo vajzë e re, edhe njerëzit fillojnë edhe flasën, thonë se më e lumtur se ajo Kristina e kanë gjujt, më e lumtur se Kristina nuk ka. Krejt gjërat I ka, nuk I mungon kur gjo, pra me siguri se ajo është shumë e lumtur. Kristina martohet me një Amerikan. I kalon një 2 vjet, 3 vjet, edhe zihen, nuk kanë lumturi, edhe ndahen. Tasha kjo ka kërkau të ndahet apo ai, kryesore ndahen, edhe kjo martohet me një francez. Edhe ma disa vite kalojnë, edhe kjo është e gjallë, do më thonë, fakti gjallë, edhe ma atë, sa të kanë mendu se, apo njerëzit mendojnë se lumturia dhe pasuria janë të pandara, pandarshmëri ka, janë të lidhet ato. Edhe me ketë francezin, bas disa viteve dhe me ketë. Dahat, edhe kjo çka bën, martohet me një tjetër, prej një shtetit tjetër, grek ka qenë po, grek. Edhe thot me siguri tash dhe më thonë dhe të gjenje lumturin. Por ki ndodhën për atyre që nuk ka konë ateist. Edhe njerëzit shkojnë në pyesin I thonë, si mundet vajza
e cila do më thonë është shumë e pasur, edhe ka qëra kritere, martohet me një ateist, ajo thot, unë e kam bën një gjë të tillë, mos vallë po e gjej lumturinë më atë. Kalojnë disa vite dhe më atë ndahet edhe martohet me një tjetër, me të katërtin. Kur martohet me tjetërin, edhe gazetarët shkojnë edhe pyesën, ajo ka qenë domethënë e njohur. Gazetarët shkojnë e pyesën, thonë, a jeti vajza më e pasur në botë? Ajo thot po. Domethënë në atë ditën ku e vetë domethënë i qajnë atë manifestimin kur e bën. Darsën kur e bën. Thot po, e vërtet është dhe se unë jam vajza më e pasur në botë. Por fatkeqësisht unë jam më e mjeruara në jetë. Në kitë botën më e mjeruara vajzë unë jam. Domethënë nuk mund të gjeni ndonjë vajzë më e mjeruar që është e se une. Asaj si mungon për materiale sa asgjë. Çdo gjë i ka vip. Po që është problemi, domethënë ajo normal i ka mungu diçka. E kryesore, përfundimi i kësaj si ka qenë. Thot, pas një kohë shumë shkurt e gjejnë Kristinën të shtrim në dhomën e saj edhe ka bën vetvrasje. Domethënë kontradikte madh. Gjithat pasuri, gjithat të mundësi, edhe prapë domethënë përfundimi i saj vetvrasje. Pse? Nuk ka mund të gjeje lumturinë në jetë. Pra, lumturia nuk është patjetër të jetë e lidhur me pasurinë, domethënë e pandarma. Ekziston mundësia që njeriu të jetë i lumtur, pak ka, ama është i lumtur e bën diçka tjetër që të jetë i lumtur. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot kështu: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Unë nuk krijova xhinët dhe njerëzimin jashtë se që ata të më adhurojnë mua. Me një shpjegim, me një tefsir thot që ata ta gjejnë lumturinë me adhurimin tim. Këtu është enigma. Do më thonë, nëse nuk je i lidhur me Allahun fuqiplot, problemi është të ta gjesh lumturinë. Do të jesh i mjeruar, do të kesh mungesa të mëdha. Prandaj nuk duhet ta zgjatëj, se edhe koha shumë e vështirë është me shi. Me rëndësi është domethënë që njeriu ta kuptoj se duhet të jetë i lidhur me Allahun fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu ka vendu kritere, di ligje, një ligj të lumturisë e një të mjerimit. Na i tregon Allahu xhaleshanuhu në Kur'an. Thot, ligji i lumturisë është Allahu xhaleshanuhu ku thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kjo është kriteri i lumturisë, si ta gjejmë lumturinë. Thot, ai që vepron, bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, dhe është besimtar, dhe i respekton ligjet e Allahut xhaleshanuhu, u përmbahet ligjeve të Allahut xhaleshanuhu, urdhave të tij, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Edhe tash nuk kena kohë shumë, domethënë të analizojmë, e ka pru ajetin Allahu xhaleshanuhu, me siguri thot, këto ka edhe përforcim nunin në fund që është, me siguri 100%, po ka edhe kasem, domethënë edhe betohet Allahu këto. Sikur me thonë Allahu xhaleshanuhu, pasha madhrin time, atyre unë do t'u jap një jetë të lumtur.
Pa marë parasysh, a i mund të se fukara, a më ka jetë e lumëtur. A i mund të se për shemëll, jo i bukur, jo me prestigj, jo të më thonë nuk e merë ndorë askush, ama a i ka jetë e lumëtur. A dhe kundër ka normal të më thonë, pse? Se a i është i lidhur me Allahu fuqiplot. Normal se edhe a që ka pasuri, nëso ishtë i lidhur me Allahu Zërshanu, do të ketë jetën e lumëtur. Pra, kjo është të më thonë kriteri i parë i lumëturisë në Islam. Liqë ka vu Allahu. Kriteri tjetër që njeriu është i mjeruar, thot Allahu Gjeleshanu, thot, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dhe ai që i largohet fjalës së Allahu Gjeleshanu, nuk është i lidhur me Allahu fuqiplot, ati unë do t'i jap një jetë të ngushtuar. Ani se i ka këtë mirat e kësaj botës. Ai i ngushton. Në shpirt ndajet i ngushton. Mendoj se nuk ka nevojë domethënë për serim, por vetëm për rikujtim. Domethënë se çdo njëri prej neve i din këto gjëra, pra inshallah Allahu xhanu na bën për atyre që do të lidhen me Allahun xhanu, që të jenë atë lumtur edhe këtë botë edhe në botën tjetër. Ela inna ahsana kalamu ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.